Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë analizë. Sot do të kapim një temë që, le ta pranojmë, është po aq e vjetër sa vetë njerëzimi, por absolutisht jetike për të ardhmen tonë. Ne po e shohim nënsin nga një këndvështrim krejtësisht të ri, kështu që le të futemi direkt në temë. E dini, shpesh nënsia shihet thjesht si një realitet biologjik ose ndoshta thjesht një rol social, por siç do ta zburojmë nga materialet tona sot, ajo është në fakt një thirrje e thellë shpirtërore. Është fjalë për fjalë një partneritet i përjetshëm me Zotin për të formuar jetë të reja. Dhe gjatë këtij udhëtimi së bashku, do të shohim se si ky vizion i ri e kthen plotësisht përmbys sfidën e përditshme dhe shpesh rrallkapitëse të rritjes së fëmijëve. Për këtë fëmijë u luta. Wow, këto fjalë mbartin një peshë të jashtëzakonshme, apo jo? Që në sekondat e para kur mbani në krah një fëmijë, fillon një udhëtim i thellë emocional. Dhe le të jemi të sinqert, ai udhëtim është shpesh i mbushur me betejë krejtësisht e heshtura, me shpresa të mëdha dhe edhe me plot frikra. Është absolutisht thelbësore ta pranojmë këtë realitet emocional. Pse? Sepse na tregon qartë që prindërimi nuk është thjesht një detyrë në listën e gjërave për të bërë, është një investim total i shpirtit tuaj. Çdo prindë njeh atë ndjesinë paksa dërmuese që vjen me mbajtjen e një jete të re në duar, por e dini çfarë? Pikërisht nga ky vend i vulnerabilitetit të thellë buron edhe fuqia e vërtetë e prindërimit. Kjo na çon natyrshëm te thelbi i temës sonë të parë, thirrja hyjnore e nënësisë. Tani, të gjithë e dim që pritshmëritë ndaj prindërve modern janë thjesht jashtë çdo limiti. Lodhja ekstreme mes punës dhe detyrimeve të shtëpisë është 100% reale. Por le të mendojmë rreth një kontrasti për një moment, sepse vërtet na ndihmon të bëjmë ja pas dhe të marrim frymë. Në njërin anë, kemi pikpamjen tradicionale, nëna si një kujdestare e përditshme, dhe sigurisht kjo është e domosdoshme, askush nuk e mohon, na duhet për të mbijetuar. Por, në anën tjetër, kemi vizionin biblik, nëna si një formuese karakteri. Kjo është me të vërtet një pikë kthese. Nuk bëhet fjalë më vetëm për ta mbajtur fëmijën të ushqyer dhe të sigurt fizikisht, ndoshta pjesa më e lehtë nëse mund ta themi kështu, por për të formuar në mënyrë aktive besimin, identitetin dhe zemrën e tij. Është kalimi nga një punë rrallkapitëse në një mision hyjnor. Dhe kjo i jep një kuptim të jashtëzakonshëm edhe atyre ditëve kur thjesht doni të dorëzoheni. Për ta kuptuar më mirë këtë kalim, le të shohim figurën tonë të parë historike, Hana, dhe fuqinë e jashtëzakonshme të lutjes. Pra, historia e Hanës është një masterclass i vërtet. Dhe ajo që është interesante është se nuk fillon me një fitore të madhe, por me një trishtim shumë të thellë. Teksti thotë, ajo ishte shumë e hidhuruar dhe i lutej Zotit duke qarë me dënesë. Është një dhimbje e prekshme, dhe këta lotë, ato lidhen kaq shumë me betejat e padukshme me të cilat prindrit përballen çdo ditë sot. Ne shpesh mendojmë se të qash apo të ndjesh sikur nuk ke më kontroll është një lloj dobësie. Në fakt, kjo na tregon krejtësisht të kundërtën. Vulnerabiliteti juaj dhe lutja e sinqertë janë disa nga aktet më të fuqishme të ndërhyrjes shpirtërore që mund të bëni. Hana na tregon se ky partneritet hyjnor shpesh fillon pikërisht atëherë kur ne ngrem duart dhe pranojmë, nuk ja dal dot vetëm. Shumë shpesh, betejat më të mëdha për fëmijët tanë fitohen pikërisht aty, në gjunjë. Lotët e saj ishin fjalë për fjalë hapi i parë drejt një transformimi që ndryshoi një kom të tërë. Okej, cilat janë pikat thelbësore këtu? Le t'i përmbledhim në këto 3 mësimet arta. Së pari, fëmijët janë një dhuratë absolute nga Zoti. Do të thënë, ata nuk janë prona jon, por një thirrje hyjnore që na është besuar. Së dyti, nënat janë saktësisht kjo, kujdestare të besuara për këtë dhuratë. Dhe së treti, edukimi i vërtet, ai që lëshenj, fillon gjithmonë me përkushtimin shpirtëror. E shihni, Hana nuk e fitoi atë betejë përmes forcës apo vullnetit njerëzor. Ajo e fitoi me qëndrueshmëri në lutje. Të shohësh fëmijën tënd përmes kësaj lenteje e zhvendos tërësisht mënyrën se si i qasemi prindërimit në përditshmërinë tonë. E gjithë kjo na sjell te mentori ynë i dytë për sot. Le të flasim pak për Marin, prania dhe për ulësia. Pra, nëse Hena na tregoi se si t'i dorëzojmë fëmijët tanë te Zoti, Maria na jep një leksion tjetër, se si të ecim për krah tyre çdo ditë me një urtësi të thellë. Dhe kjo mbetet e vërtet pavarësisht se sa jashtëzakonshëm mund të duket fati i tyre. Shikoni pak këtë. Dhe ai zbriti me ta në Nazaret dhe u ishte i bindur atyre. Është një fjali aq e shkurtër, por flet me volume. Maria nuk ishte thjesht aty si një figurë biologjike, ajo ishte një edukatore thellësisht e mençur. Mendojini këtë, madje edhe vetë shpëtimtari u rit në një mjedis shtëpiak që kërkonte rregull, strukturë, disiplinë dhe atë praninë e qetë por udhëheqëse të prindërve. Nuk ishte asnjë leje kalimi të veçantë për të shmangur edukimin bazë familjar. Është një kujtesë briliante vërtet që prania juaj udhëheqëse si prind është plotësisht e panegociueshme. Është thelbësore për një rritje të shëndetshme.
Dhe çfarë mund të marrim nga shembulli i Maris? Ja 3 gjëra. Purullësia në rritjen e tyre, bindja ndaj diçkaje më të madhe dhe mbi të gjitha prania juaj e vazhdueshme. Kjo e fundit është vërtet thelbësore. Prania e vazhdueshme një nëne, si në momentet e lavdishme, ashtu edhe në ato të vështira dhe të dhimbshme, krijon një rrjet sigurie emocionale dhe shpirtërore që thjesht nuk mund të zëvendësohet me asgjë tjetër. Sot jetojmë në një botë që është, le të jemi të sinqert, mjaft kaotike dhe paraprashikueshme. Dhe pikërisht kjo pranie e qetë, e palëkundur, kthehet në një spirancë shpëtimi për familjet. U jep atyre atë bazë të fortë që u duhet për të rritur e zhvilluar të plotë. Kështu që, pyetja natyrshme tani është si t'i kthejmë të gjitha këto në praktik për familjet e sotme. Le të shohim zakonet e përditshme shpirtërore. Sigurisht, të dëgjosh historinë e kaluara është super frymëzuese, por të jemi realist, kur je në mes të zhurmës, nxitimit për në shkollë dhe sfidave të përditshmërisë, na duhen hapa praktik. Fjalët e urta thon diçka fantastike. Udhëzo fëmijën në rrugën që duhet të ndjek. Fjala kyçe këtu, udhëzo. Kjo na tregon qartë se edukimi i vërtet nuk ka të bëjë fare thjesht me t'i mësuar fëmijës faktet apo të plotësoni vetëm nevojat e tij fizike. Është shumë më e thellë. Është formimi i thellë dhe i qëllimshëm i zemrës. Një nën ndikon drejt për drejt në mënyrën se si fëmia mendon, si e ndjen botën, çfarë beson dhe në fund të ditës si e jeton jetën. Këtu jeni duke ndërtuar themelet e padukshme të një njeriu. Tani, si ndërtojmë këto themelet padukshme? Ato ngrihen përmes 3 hapave shumë konkret. Hapi i parë, për kushtimin e lutje. Ashtu siç pam te Hena, kjo nuk është diçka që e bëjmë si reagim ndaj një krize. Është një mjet parandalues, një bisedë formuese e vazhdueshme. Hapi i dytë, prania e vazhdueshme. Duke marrë shembull nga Maria, kjo do të thotë të jemi vërtet aty, për të dëgjuar thellë dhe për të vëzhguar me vëmendje. Dhe hapi i tretë, formimi i zemrës. Kjo nuk është thjesht një ndrejtje sipërfaqësore e sjelljes kur ata bëjnë gabim, por kultivimi me dashuri i vlerave të tyre të brendshme. Mendoni për këto 3 zakone si armaturën shpirtërore të çdo familjeje. Dhe i gjithë kjo punë e palodhur e përditshme na sjellte faza më entuziaste e të gjithë kësaj, ndikimi që zgjat ndërbreza. Kur investoni gjitha të mund në këto themele shpirtërore, a e dini çfarë ndodh? Rezultati nuk përfundon kur fëmia bën gati valixhet dhe largohet nga shtëpia. Asnjëherë. Puna juaj ka një rreze shumë më të gjerë. Nis gjithçka me brezin e parë, ndikimi i jashtëzakonshëm mbi atë fëmijë. Pastaj, ai fëmijë rritet dhe nis një familje të tij. Brezi i dytë, duke u mbështetur saktësisht në të njëjtat vlera thelbësore. Dhe ato familje, së bashku bashkohen, formojnë komunitete dhe në fund fare mund të ndërtojnë një kombë të tërë me brezin e tretë. Kështu që mbani mend, puna juaj e palodhur, lutjet dhe prania juaj e dashur sot janë duke jehuar shumë larg në të ardhmen. Një nënë e perëndishme, fjali për fjalë, me veprimet e saj të vogla të përditshme, po formëson botën që do të vijë. E pabesueshme, apo jo? Për ta mbyllur këtë analizë bashkë, më pëlqen shumë si e përmbledh Izaia. Të gjithë fëmijët e tu do të jenë të mësuar nga Zoti. Kjo miq na lëmi një pyetje fantastike për të reflektuar sot. Si po e formon partneriteti shpirtëror i së tashmes botën e së nesërmes? Mendojeni pak. Nënësia është një mision absolutisht hynor ku prindjesh mbjellës i besimit dhe rojtari i shpirtit, një bashkëpunëtor i drejt për drejt me vetë Zotin. Të kuptojmë këtë rol përmes lenteve të Hanas dhe Maris është një ftesë e hapur për ta jetuar këtë thirrje me një energji, shpresë dhe qëllim të ripërtërir. Le ta marrim këtë pyetje me vete. Shikoni pak me vëmendje mundësinë jashtëzakonshme që fshihet në çdo ditë tuaj, po edhe në atë më të zakonshme, të rritjes së fëmijëve. Faleminderit që ndoqët këtë material deri në fund.